bëmat e tuja të forta që ke bërë ti? U kam bërë lojën. Cilën lojë? Të Big Brother. Kam bërë lojën e Big Brother. Për të cilën kam dalë 2 herë i preferuar. Si, sa ju krevatin aty, se që po bëjmë se erdhe ku je. Ate e ka baj. Ku je? Ate thuan ti. Dhe erdha unë e prisha. Nuk e kupton. Ku je? Ku jam tani? Ja këtu, Big Brother. Si, tu më me tankon, imaginuaj, ku ka. Edhe me ty të merëm, si e banon këtu. Ti mendoje vlerësimin aty për vetëm. Imaginuaj. Si mas Senados, si mas klonit Senados, si mas klonit Senados. Si mas klonit Si mas klonit të Senados, si mas klonit, më thuaj qik bëma të tuja përveç femave që ti mersh. Jam i sigur, po dole, me sinceritet, kur dalës jashtë kur pysin, do thua shemrin tim. Mas 20 dite që usure me brikenën për e parë sot. Për familjen e më ka Lona emër nuk është një vlerësim i madh. Ajo se meriton më shumë se ti e ke kontrolluate. Ti e ke kontrolluate, s'ka kontrolluaj aty. Lëra aty. Ti ke bërë rolin, siç ka bën rolin e generalit këtu. Po dole jashtë sonte dhe do të pysin kush do e fitoj, ti do thush ai dhe do e komentosh. As bëhet llaf. Pse? Po e di unë të se ka shumë njerëz që dalin nga kjo shtëpi. Prit. Ka shumë njerëz që dalin nga kjo shtëpi dhe nuk e komentojnë dot kur thon emrin. Po. Ti je nga ata që jo vetëm do thush emrin, po dhe do e komentosh pse. Arsye pra, ajo është pra komenti, arsyeja. Ore, a dëgjoj një vetëm një pyetje ti bësh vetë. Pse hyni Greta këtu në këtë shtëpi? Ma kthej përgjigje, pse hyni Greta në shtëpi këtu valla? Ma kthej këtë përgjigje, pse Greta hyri? Me fitu Big Brother-in. Pse hyri? Pse hyri Greta? Greta sot të shek ndoshta. Vllai Selinës saj, ti duhet hecish vetë përpara. Mirë, thoj këto dy përgjigje. Se donte të mbronte gocën e vet, atë motrën e vet. Për çfarë po e mbronte? Për cilën po e mbronte? Po se ti pyetet ti kur dal. Ja, atë. Ata në shqiptar jeni, se për vetë më i vogël. Ty përgjigje. Motra. Pse ja tha? Për çfarë arsye? Po vajza ime pse erdhi dhe më tha rri aty. Se një dhe gjësh mor. Vajza është tjetër. Jo, rrin në shtëpi, Mos lene vajza. Rrin në E shtëpi. rri, po i thash unë atë vi me ty. Në fakt edhe aty ishte në momentet më të bukura që ke bë, se në momentin që thotë vajza po ti hiqsh automatikisht direkt. S'bëhet llaf. Po patjetër mo, ja, mos më rqet mishi. Po normale, patjetër. Jo pra të besoj unë aty, po. Po prandaj më pyeta. Po cila ishte? Si që pyetja ajo, vllajën e vet. Po mreku. Edhe unë e pyeta. Ajo se pyeti për me hik. Jo me ikë. Jo, pyetin që i bëri si jam, me marr informacionin e vet. Edhe unë pyeta vajzën time, 13 vjeç. Vllajin ajo ka 25. Po. Se priste ka ndryshim. Unë pyeta vajzën time, 13 vjeç, thash, të vi me ty në shtëpi? Tha, jo, ti do rish këtu. Po. Kaq pra, e një gjë është. Po pse kujto ti se logjika Dhe ishte vetmja moment që unë besova që ti çfarë do të përgjigjte e besova. Po di mar vlla. E kisha ik jo këtej. Direkt me te aty. Aty. Po. Se ishe edhe bashkërte ime aty. Po. Se ma tha goca, është aty. Po, Po, i pyta. Po, mami, ku është? Këtu, se ajo është e sinqert, mund të mos thoshte. Diskutohet. Dhe ajo thash aty do i kisha iku. Asnjëri s'do kisha taku që ta dish. Se është ligj, është fjalë.